Po i nisim kora fillimisht me rezultatet të zgjedhjeve lokale. Pra, si sheti, si dolën, po mendoj paka shumë ato që i pritëm, por kishte edhe komuna pra që ishin pak me habis, do mos ato ku u përmend dhe u diskutuan, ishte Obiliqi dhe Mitrovica, por madje edhe Fushkosova që i vitoj vetëvendosje, pra diskutime të shumë të lidhur me këtë. Si i ke pa rezultatet përgjithsisht? Në përgjithësi, rezultati zgjedhjeve lokale ka qenë i prit shumë ky që ndodhi, të themi befasi Fushkosova, por të tjerat janë pritur që të kemi një përfundim të tillë. Pak i çuditshme është janë rezultatet në Gjakov dhe në Rahovec, ku Lëvizja Vetëvendosje ka pasur me të vërtetë dy prej kandidatëve të saj më të mirë për mendimin tim për kryetarët e komunave që nga të gjithë kandidatët. Sa i përket asaj që ka ndodhur në Mitrovic është zhvilluar një ngjarje ose një garë elektorale mes dy kandidatëve për kryeministër. Në fakt aty ka qenë në garë kryeministri Kurti me kandidatin për kryeministër nga PDK-ja, që ka qenë edhe kryetari i Mitrovicës, zoti Bedri Hamza. Dhe fitoria e vetëvendosjes atje e konfirmon që është vetëm ndryshim i madh, si themi, në Kosovë, sepse zakonisht kryetarët që kanë qeverisur mirë nëpër komuna, pavarësisht partive, të cilat kanë qenë janë edhe rikonfirmuar në zgjedhje. Flasim për shembull për vetëvendosjen në Gjilan, për kryetarin Alban Hyseni në Gjilan, ose mund të themi për kryetarin e Ferizajit. Pra janë mbajtur ato komuna ku populli ka gjykuar që është qeverisur mirë, ndërkohë që Mitrovica ka pasur një ndryshim, si themi, rënjësor. PDK-ja nuk ka arritur ta mbajë Mitrovicën, e sidomos, domethënë, kandidati i saj për kryeministër, zoti Bedri Hamza, që e përgatiti dhe e nxori në skenë qoftë si nën kryetar të komunës, pastaj edhe si kandidat për kryetar zotin Tahiri. Po, dhe nëse flasim pikërisht për këtë, kora përvoqohen pra në Mitrovic ishte një betejë mes kryeministrave,